25 divorce për 100 martese. Janë këto disa nga të dhënat e publikuara nga Instituti Statistikave për vitin 2024, i cili ka shënuar dhe nivelin më të lartë të ndarjeve në raport me martesat. Shifrat ngren pikpyetje mbi stabilitetin e familjes dhe faktorëve të cilët po ndikojnë në ndryshimin e strukturës së saj. Ka shumë kërkesa për divorc dhe kryesisht nga emigrantë cilët kanë familje të konsoliduara me 1, me 2 apo me 3 fëmijë. Kryesisht mosha 50 deri në 60 vjeç janë një grup moshë e cila trajton jashtëzakonisht shumë si aspektet të dhunës në familje ashtu edhe marrëdhëniet ndërprerjes lidhjeve familjare, pra burr-gru. E para është roli dhe fuqizimi i gruas. Gruaja e ditëve të sotme është një grua e cila është më e emancipuar, është më e arsimuar, ka një pavarësi financiare dhe ka përshmëritë e saj në lidhje me partnerin. Arsye të tjera janë problemet ekonomike në shoqërinë shqiptare, stabiliteti ekonomik. Nga ana ligjore mbetet dominuese prirja që gratë janë ato që nisin procedurat e divorcit. Sipas juristëve, burrat janë më pak të predispozuar të nisin procese gjyqësore, shpesh edhe nga presioni familjar apo kulturor. Palët që hapin divorcin në shumë të rasteve janë gratë të cilat kanë nevoja imediate për sa i takon mirërritjes dhe mirëedukimit të fëmijëve. Më rrallë janë bashkëshortët. Çfarë pasojësh mund të sjellë ky fenomen në të ardhmen dhe çfarë politikash duhet të ndërmerren për t'u ardhur në ndihmë çifteve të reja? Konflikt i zgjatur për sa i takon kujdestarisë për fëmijët, edhe një mungesë profesionalizmi çon edhe në shkaqet, edhe në tragjedi. Njëkohësisht janë edhe problemet e trajtimit të fëmijëve të mitur, pasi në një divorc mund të kesh foshnja apo mund të kesh edhe fëmijë 17-18 vjeç të adoleshentë të cilët nuk e përtypin as konceptin e divorcit të prindërve. Politikat sociale mbështetëse sa i takon strehimit të familjeve të reja, kredive të buta të tyre, institucioneve këshillimore, paramartësore dhe shumë politika sociale sa i takon jetës familjare kur kanë fëmijë. Ndërkohë të dhënat zyrtare tregojnë se megjithëse divorci po rritet në raport me martesat, numri i përgjithshëm i tyre në 2024 ra me 65 raste krahasuar me vitin 2023, duke arritur në 4100 divorce. Po ashtu regjistruan 16120 martesa me një rënje prej 7.7% krahasuar me një vit më parë.